Sot kemi ardhur me një recetë shumë të thjeshtë, që edhe nëse jeni fillestar në kuzhinë, nuk do ta kishit problem që ta përgatisnit. Receta quhet pulë me qull. Një recetë kjo që na çon shumë kohë mrapa në fëmijëri. Fillimisht do përgatisim pulën. Unë kam përdorur këta zojë të vegjël sepse kanë një shije të veçantë dhe gatuhen shumë shpejt. Në rast se do përdorni pulë më të madhe, do t'ju sugjeroja që pulën ta zjenit para se ta përgatisnit. Mishin e zogut nuk është nevoja që ta zjeni shumë, pasi është i njomë dhe gatuhet shumë herë më shpejt se sa ai i pulës. Do ta ndajmë në disa pjesë, i hedhim krip dhe më pas do t'i japim një skuqje të lehtë në tigan me pak gjalp. I jep shije, aromë dhe ngjyrën e bukur para se ta vendosim në tavë. I hedhim pak ujë dhe do ta lëmë që të ziej për 5 minuta. Në të njëjtën kohë përgatisim edhe qullin. Për qullin na duhet 50 gram gjalp, 4 lugë miell misri dhe 1 lugë miell gruri. Miellin do ta zverdhim pak për 2-3 minuta, derisa të marrë këtë ngjyrën e florinj dhe më pas tek mielli do shtojmë 2-3 thelpi hudhra të coptuarimët dhe do vazhdojmë që t'i skuqim bashkë. Kjo i jep qullit një shije dhe aromë të veçantë. Shtojmë pak ujë të ftohtë e trazojmë vazhdimisht me qëllim që mos të formojë kokriza. Gjatë kësaj kohe mirë është që temperatura e pllakës së sobës të jetë e ulët, na jep më shumë kohë për ta përgatitur qullin sa më mirë. Aty do shtojmë gjithashtu edhe lëngun e zogut dhe do vazhdojmë ta trazojmë derisa të na krijohet një lëng i tillë. Kjo është edhe konsistenca se si duhet të duket qulli. Më pas e shtojmë në tavë. Tek tava gjithashtu do hedhim pak krip për të rregulluar shijen, lëng limoni të freskët, pak piper të bardhë, gjithashtu kemi përgatitur edhe piper të kuq me gjalp që do t'ja hedhim sipër para se ta vendosim në furrë. Furra duhet jetë e nxehur para kohe në 180 gradë dhe do ta gatuajmë për 15 ose 20 minuta. Kjo është tava me qull e përfunduar. Uroj dhe shpresoj që t'ju pëlqejë si recetë dhe ta përgatisni në familjet tuaja. Nëse keni ndonjë pyetje rreth recetës, ju lutem më shkruani te komentet. Në vazhdim të kësaj video, do t'ju tregoj pak edhe se si t'i pastrojmë dhe përgatisim pulat kur i marrim nga dyqani. Fillimisht heqim ndonjë pënd të mundshme që mund të kenë dhe shumicën e rasteve pulat në fakt kanë ato fijet e holla. Unë preferoj që t'i djeg gjithmonë me flak, një zakon ky që më ka mbetur nga mamaja ime. Sa herë që ajo përgatiste pula, i përcëllonte në flak para se t'i gatuante. Prerja varet nga mënyra se si ju do t'i gatuani atë ditë. Ne sot do t'i bëjmë të pjekura në tavë me patate. Për t'i hapur në këtë mënyrë, me një thik të mpret, presim pjesën e kurrizit dhe më pas i shtypim pak te kraharori. Do t'ju hedhim krip nga të dy anët dhe do t'i lëmë të pushojnë të paktën për 30 minuta para se t'i pjekim. Gjatë kësaj kohe përgatisim edhe perimet që duam të pjekim me mishin e pulës, i bëjmë të gjitha bashk dhe kjo është tava e përfunduar. Ju përshëndes.